ecurinë e punimeve në këtë thertore është që kryeministri pyet se kush është pronari i thertores. Aty kapen mat dhe Tërmet Peçi dhe Frida Krica, sigurisht që besoj që ka pasur dieni se kush ishte pronari de facto i thertores dhe e gënjejnë ndoshta sy më sy kryeministrin se kishin sektuar ende për Sanomen. Dhe i thonë që jo, pronari është jashtë shtetit, nuk ndodhet këtu. Por shohin njëri tjetrin, domethënë sepse nuk po dinin se si të dilin nga situata. Brenda kësaj video, po ta ndjekësh me kujdes, ka elemente shumë domethënës. Është nga ato rastet kur një kryetar bashkie e di në detaj, po them, historinë, planimetrin, gjithë detajet teknike të thertores, pra është fundja ditës një biznes privat, që po bën një investim, sigurisht që kryetari i bashkisë mund të ketë një lloj dienie për investimin që po bëhet, por bën përshtypje që Tërmet Peçi i di detajet, po themi, në mënyrë perfekte, sikur të jetë ideatori apo këtë do ta vërtetoj në organet. Sikur të jetë ti. Po, mund na lejohet ta themi këtë. Pra, është shumë interesant ky element. Po ta shohësh video është publikuar nga kryeministri, i cili ka shkuar dhe ka parë dhe këta i bëjnë një propagandë jashtëzakonshme thertore, si ka marrë 750.000 euro fonde nga Bashkimi Evropian, nga IPARD-i dhe AZHBR, fonde cilat duhet të shkonin për blegtorët e jugut blet. Për ata blegtorë që kanë ndedhur qumshin, ata blegtorë që kanë bllokuar urën e Kardhiqit disa herë në Gjirokastër dhe Tepelen dhe kanë protestuar për shkak të situatave të vështira, abuzimeve me subvencioneve, janë përplasur me pasardhësen e Frida Kricës, Anila Denaj në Gjirokastër për çështjet e subvencioneve, për shkatrimin e blegtorisë, janë para që do duhet shkonin për fermerët, kanë shkuar pikërisht për drejtorin e thertorin e drejtorit të Tërmet Peçit. Rasti tjetër është një agroturizëm. Edhe ky është një rast që ne kemi zbuluar të dhëna, që të cilat janë publike në fakt, sepse janë dhëna, janë vendime Këshillit Bashkiak etj, por që duke bërë një lloj gëshetimi apo kryqëzimi të dhënave, na rezulton se në fakt ndërtimi i një agroturizm regjini quhet, është ose pas ti fshihen pikërisht interesat e Tërmet Peçit dhe drejtorit të tij në bashki. Sepse personi që e ka marrë, që ka kryer investimin dhe që ka përfituar, nëse s'gabohem, rreth 250.000 euro, 225.000 euro, nga IPARD, është pikërisht motra e Tërmet Peçit. Tërmet Peçi ka dhënë tokë publike, Tërmet Peçi ka çuar investimin, ka bërë infrastrukturën rrugore që të zhvillojë fshati Regjin dhe sigurisht zona Regjinit, por mbi të gjitha i ka dhënë tokë publike nga Bashkia Tepelen, motrës së vet për të ndërtuar agroturizmin. Pra, tu kemi të bëjmë me konflikt interesash, me shkelje barazisë në tenderave dhe me fshehje të pasurisë. Pra, janë disa vepra penale, cilat sigurisht